Temperaturat e larta dhe moti i thatë kanë shtuar ndjeshëm rrezikun nga zjarret në territorin e Gostivarit. Institucionet kompetente vlerësojnë se në këtë periudhë nevojitet kujdesi i shtuar, veçanërisht nga subjektet ekonomike, pasi një pakujdesi e vogël mund të shkaktojë dëme të mëdha materiale dhe të rrezikojë jetën e njerëzve. Ky ishte një nga mesazhet e përcjella në mbledhjen e Këshillit Lokal për Preventiv, ku zëvendës komandanti i Njësisë Territoriale kundër zjarreve në Gostivar, Ergjil Iseini, u bën thirrje pronarëve të objekteve industriale, afariste, depove dhe fabrikave që të marrin seriozisht masat parandaluese për mbrojtjen nga zjarret. Ne si Njësi Territoriale kundër zjarrit Gostivar kemi rënë në konkluzion që objektet afariste, fabrika dhe depo të bëjnë pastrimin rreth e përqar objekteve të tyre, që mos në vështërësone punën neve me zjarri. Kur të ta kena ta pastër rreth e përqar objekteve, neve na lehtëson punën. Shkojmë më shpejt dhe nuk kapet objekti nga bari i thatë ose diçka tjetër. Megjithatë, Njësia Territoriale kundër zjarreve në Gostivar mbetet në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë në çdo rast për të mbrojtur jetën e qytetarëve dhe pronën e tyre. Nga kjo njësi theksojnë se mbrojtja më e mirë është gjithmonë parandalimi. Prandaj u bëhet apel të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe subjekteve afariste që gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta të tregojnë kujdes maksimal, të respektojnë masat e sigurisë dhe të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr. Sipas tyre, vetëm përmes përgjegjësisë së përbashkët dhe reagimit në kohë mund të shmangen pasojat e rënda dhe të garantohet një verë më e sigurt për të gjithë.